Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Vuani nga rënja e flokëve, kjo recetë me rozmarin është zgjidhja për këtë problem. Këtë bimë shumë herë kemi pasur në dorë, por nuk kemi patur dieni që ajo ju ndihmon kundër rënjes së flokëve. Rozmarina, siç e kanë quajtur të vjetrit dhe romakët, ka qenë e njohur si një bimë shëruese që nga kohët e lashta dhe i është përkushtuar perëndeshave të bukurisë. Rozmarina ka efekte të dobishme në lëkurë. Ajo përdoret në industrinë e kozmetikës si një pastrues për lëkurën dhe gjithashtu ndihmon që ta mbajë fytyrën tuaj sa më të freskët dhe njëkohësisht plot me shkëlqim. Rozmarina jo vetëm që i bën flokët tuaj të jenë më të butë, por në të njëjtën kohë stimulon edhe rritjen më të shpejtë të flokëve. Ajo ndihmon në zbutjen dhe në forcimin e flokëve, sikurse që ndihmon edhe në rikuperimin e flokëve të dëmtuar. Kombinoni 2 lugë gjelle të gjetheve të grira të rozmarinës në 300 ml ujë. Pastaj, për zgjerrjen e fituar, merreni dhe trajtoni flokët duke filluar nga fundi deri tek rrënjët. Kjo përzgjerje është shumë e lehtë, prandaj edhe nuk keni nevojë që ta largoni nga flokët pasi që do të largohet vetë. Ndërkohë, ndërkura dhe trajtimet e pafundme në krye të listës qëndrojnë gjithmonë, ato me bazë bimore dhe njëkohësisht natyrale. Të trajtosh flokët e dëmtuar apo njëkohësisht t'i mbash ata të shëndetshëm janë 2 procese njëjtë të vështira. Kushdo që ka flokë të gjatë apo delikat e kupton fare mirë këtë. Ndërkohë, ne këtu do t'ju prezantojmë disa nga trajtimet natyrale që me siguri ju nuk i keni dëgjuar më parë. Rozmarina është e njohur për shijen e saj në gatime, por këtë herë ne do ju këshillojmë që ta përdorni atë për flokët tuaj. Kjo erëz është një trajtim natyral dhe i mrekullueshëm për sa i përket flokëve të dëmtuar dhe njëkohësisht delikat. Për ta përdorur atë tek flokët tuaj, ne ju sugjerojmë të dëgjoni këtë video deri në fund. Përse duhet ta përdorni? Së pari, rozmarina do t'i dhurojë flokëve një aromë të mrekullueshme dhe do ta bëjë ngjyrën e tyre më të fortë dhe njëkohësisht më të thellë. Gjithsesi, efektet më të rëndësishme kjo erëz i ka tek shëndeti i flokëve dhe njëkohësisht tek skalpi i kokës. Në qoftë se ju vuani nga problemet të zbokthit apo me lëkurën e kokës, rozmarina do t'ju jap një zgjidhje shumë herë më të shpejtë. Kjo pasi stimulon rritjen e flokëve, forcimin e rrënjës, shkëlqimin e tyre dhe njëkohësisht ju çliron ju nga stresi. Si ta përgatisni? Në këtë video ne do t'ju sugjerojmë këto metoda të thjeshta dhe të shpejta që gjithsecili prej jush mundet që t'i përgatisë në shtëpi. Vaj i rozmarinës. Për të përgatitur vajin e rozmarinës nuk do t'ju duhet asgjë e veçantë përveç se një tufë nga erza dhe njëkohësisht pak vaj ulliri. Merrni 1 ose 2 deg rozmarine dhe vendoseni më pas në një enë apo në një shishe qelçi hermetike. Mbusheni atë me vaj ulliri derisa rozmarina të mbulohet plotësisht dhe mbylleni mirë me kapak. Këtë enë lëreni më pas në një vend të errët dhe të thatë për plot 1 muaj dhe më pas do të jetë gati. Aplikojeni vaj në flokë të thatë para se të bëni dush. Bëjeni këtë që nga rrënja e flokëve deri tek majat dhe mbajeni për 1 orë në mënyrë që rozmarina të veprojë. Uji i rozmarinës. Një tjetër mënyrë e lehtë dhe njëkohësisht shumë natyrale e përdorimit të rozmarinës është nëpërmjet të zgjerrjes së saj në ujë. Për të përfituar shumë lehtë flokë të buta dhe të shkriftë, mbushni një tenxhere me ujë dhe vendoseni në zjarr që të zjejë dhe shtoni brenda disa degë rozmarin. Kur uji të ketë zgjerë plotësisht dhe rozmarina të ketë lëshuar të gjithë ekstraktin e saj, fikeni zjarrin dhe lëreni të ftohet pak. Më pas,
Kullojeni ujin me kujdes dhe me të mund të shpëlani kokën me një herë pas dushit. Gjithashtu mund të ruani në shishe të vogla dhe me të më pas të lyeni flokët tuaj çdo herë pasi ju të bëni dush. Tonik me rozmarin. Për këtë trajtim do t'ju duhet një përzierje e të gjithë çfarë mësua deri më tani. Në një shishe, hidhni gjysmë litri ujë të nxehtë, 5 lugë gjelle ujë rozmarin dhe 10 pika vaj esencial të rozmarinës. Lëreni ujin që të ftohet dhe më pas e aplikoni këtë tonik tek rrënjët si një trajtim kundra zbokthit dhe gjithashtu problemeve me skalpin. Si të përdorni rozmarinën për të parandaluar thinjat? Padyshim, siç e përmendëm, një nga erëzat më të preferuara dhe aromatike të kuzhinës është rozmarina. Ajo është plot aromë, shije dhe shëndet dhe njëkohësisht ajo nuk i ndal vetitë e saj vetëm tek gatimi. Atë ju mundet që ta përdorni shumë mirë edhe si një aleate në kujdesin ndaj vetes. Veçanërisht për flokë të fortë dhe skalp të shëndetshëm, rozmarina do t'ju hyjë shumë në punë. Nëse doni të shpëtoni nga thinjat në çdo moshë, mbani në mendje gjithmonë rozmarinën. Kjo bimë ka fuqinë që të largojë nga thijet dhe rrënjët e flokëve hidrogjenin e peroksidit i cili formon thinjat. Kjo do të thotë flokë më të zinj, natyral dhe njëkohësisht më të shëndetshëm. Trajtimi në fjalë rekomandohet më shumë për persona të cilët kanë flokë më të errët dhe njëkohësisht as pak thinja. Këtu ju do të mësoni se si të veproni për të larguar thinjat natyralisht në shtëpinë tuaj. Mbushni një ibrik me ujë dhe në të më pas shtoni 4 deri në 5 deg rozmarin të freskët ose të thatë. Vendoseni më pas që të zjejë për rreth 15 deri në 20 minuta, njëjtë siç ju bëni me çajin, edhe kur uji të ketë marrë ngjyrë kafe të thellë. Kullojeni me kujdes në një tas të madh. Lëreni në një ambient të hapur për disa minuta në mënyrë që të ftohet dhe të mos ju djegë lëkurën e kokës. Më pas vazhdoni me larjen e flokëve tuaj si zakonisht, duke përdorur shampo dhe njëkohësisht balsam sipas dëshirës tuaj. Në fund, merrni tasin ku ju keni hedhur ujin e rozmarinës dhe hidheni pak e nga pak në flokët tuaj. Shpëlajini flokët nga rrënjat deri tek majat me këtë ujë dhe më pas thajini me peshqir dhe tharse si gjithmonë. Siç e shpjeguam, ky trajtim njëkohësisht do të forcojë jo vetëm fijet e flokut, por do të largojë zbokthin dhe thinjat. Për rezultate shumë të dukshme, ju këshillojmë që ta përdorni të paktën 2 muaj pas çdo larje dhe do të shikoni se si rozmarina ka efekte vërtet magjike për sa i përket flokëve tuaj. Rozmarina mund ta përdorni ujin e saj çdo ditë, por që duhet të keni dhe kujdes. Fillimisht ju duhet të shikoni se sa i ndjeshëm është floku juaj dhe koka për të shmangur acarimin dhe tharjen. Nëse ju keni një skalp të thatë ose keni flokë të brisht, doktorët thonë se mund të përdorni ujë rozmarine shumë shpesh. Përdorimi i saj 2 herë në javë është më se i mjaftueshëm. Mirë po duhet që të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.